Trajneri i flamurtarit Francesco Moriero është pranë shkarkimit. Lajmi konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora nga burime pranë klubit Kuqezi. Menjëherë pas ndeshjes presidenti Sinan Idrizi mblodhi urgjentisht antarët e bordit dhe bashkëpunëtorët të tij në një mbledhje të pazakontë në katin e dytë të klubit, nga ora 21 deri në orën 22:30 për plot 1 orë e 30 minuta është analizuar ndeshja, por më shumë se sa humbja me Egnatian. Trajneri ka ngjallur pa kënaqësi për zvendësimet dhe mos aktivizimin e të riut të akademisë. Hetem Lushaj mësohet se presidenti Idrizi ishte ai që ka qenë kategorikisht kundër këtij vendimi të trajnerit italian për të lënë në stol lojtarin e akademisë. Shqetësimi i cili është mbështetur edhe nga antarët e bordit. Moriero nuk ka zbatuar as direktivat e klubit sa i përket aktivizimit të futbollistëve të veçantë, siç është rasti i Lushajt, i cili shihet si një investim për të ardhmen nga klubi vlonjat. Një situatë që ka përkeqësuar ndjeshëm pozitat e trajnerit, i cili pavarësisht situatës së krijuar, insistoi edhe pas humbjes përballë Egnatias që ekipi ka cilësinë e duhur për të siguruar mbijetesën në superiore. Por nuk është hera e parë që presidenti Idrizi kritikon për mos aktivizimin e Lushajt. Një gjë të tillë e ka bërë edhe në ndeshjen me Bylisin, të luajtur në Vlorë më 18 janar. Në minutën e 85 të asaj sfide, kreu i klubit kërkon aktivizimin e Lushajt. Trajneri italian ka pasur mungesë të rezultateve në këto javë, por mos aktivizimi i Lushajt në ndeshjen me Egnatian duket se është një shkak më shumë për të zyrtarizuar divorcin me italianin. Vlonjatët kanë regjistruar një fitore dhe 2 barazime në 5 ndeshjet e luajtura në këtë vit në superiore, por mbeten në vendin e fundit në klasifikim, një situatë që nuk u ka pëlqyer drejtuesve të klubit, të cilët me shumë gjasa, shumë shpejt do të komunikojnë edhe largimin e trajnerit italian.